Regjistri sociologjik ishte ekspozita që hapi kalendarin për vitin 2026 në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi, duke sjellë për publikun një projekt të rëndësishëm të fotografisë dokumentare. Drejtori i institucionit, Lucian Bedeni, bëri me dije dhe programin e plot ekspozitor për këtë vit, ku janë planifikuar gjithsej 6 të tilla që do të shfaqen përgjatë muajve në vijim. Ne përgatitemi për hapjen e një tjetër ekspozite, pra për ekspozitën e Rockzoizit në katin e dytë, e cila është edhe ajo një tjetër projekt i rëndësishëm, një punë thuajse një vjeçare me Institutin e Antropologjisë. Për të viju pastaj me momente tjera të rëndësishme gjatë vitit, me ekspozimin për herën e parë të rreth 100 veprave origjinale që i sjellim nga New Yorku të fotografit John Mili, të artistes franceze Marian Maric, me veprat e Krisanthi Venedikut, një prej fotografeve femra të dënuar rënd nga regjimi komunist, dhe për të kulmu programin me artisten me famë ndërkombëtare, artisten iraniane Shirin Neshat. Besoj se kështu lajm një gjurmë tjetër të rëndësishme për qytetin. Ndërkohë, ky vit është i veçantë për muzeun, pasi shënon një përvjetor të 2 fish simbolik, 200 vjet nga shfaqja e fotografisë në botë dhe 10 vjet nga hapja Muzeut Kombëtar të Fotografisë Marubi për publikun.